Dajen e takova Klevion. Takova Dajen e Klevion, Sami. Nuk jam mirë, qa do të thëmë, si jam mirë, nuk po ndije mirë, po ndiki me pa bërëzja, njëri s'kam bërë, njëri s'kam prerë. U thëmë njëzve, mdovi këshu njëzit, nejse man, se cili ka opinionin e tyre, zërin e tyre. Apo më përdorin për vijim, jetën e tyre. Po për do gjënga atë mijat e u jam këtu flipin e kur luftoj me flipin jetu vla. S'po m'jen mirë. Dhe s'ke du trambënin e u futa në guzhin vla. U futa në guzhin, momenti që hyra në guzhin, ikën me vrap. Isha i plagosur, më qua në spital, as nuk donin të më qua në spitalin. Aty në spital, kapën të troqen, ka të rego kush të step. Come on bro, man, nuk e dhja, vla. Pastaj ma 3 çështje penale, pa atentim vrasje më fan, armbajtje pa leje, mos kallëzim krimi. Qilova as njeri, vla, nuk e di qa kanë këta njës, vla, momentin që fshijem në erësira, friksojen e iki me vrapet trendem, vla. Sa herë që më mbrot që më gjuajtë në njës, unë provoj me ju të regu juve. Sa herë në mbrot, tek video e parë më kanë gjuajtë 4 herë me pluma. Video, moment, fragmenti 2 kur vinë 4-5 herë kanë gjuajt, e video e parë kanë gjuajt 5 herë. Herën e 2 kur vinë brenda, vetëm keni me nëmbruar sa herë gjuajnë, vlo. Pa, anyways, man, gjë më e mirë që të shqyqy zoti që jam gjau, shkafsia e jetës, qysh kam jetuar jetën time, qa kam përbaluar në jetën time, që 14 vjeç, që fëmi vetmuar vetëm, më shpëtoj jetën, reagimet e mia më shpëtuan jetën. Nuk e di vlla ku do I qojnë. Nga ana ime unë s'pash gjë, nuk e di kush ishte, unë vetëm po provoja të futesha te kuzhina. Nuk e di ku do I qojnë, te kush burg kam për t'i quar, besoj se te burgu Fieri do ven. Nuk e di kush ishte o qa ishte, unë e vetmja gjë që pash që kishte një kuzhinë atje, e vajta me vrap me u fut brenda në kuzhinë. Nuk e di pse u trembën kur u futa brenda në kuzhinë, nuk e di pse kanë ikë me vrap ashtu. Të 3 ishin me armë në dorë. Ishin 10 veta kundra 3 veta. Se kam pas armëve unë. Kështu më hapën 3 çështje penale, po më thonin që ke 3 çështje penale për armbajtje pa leje, për atentim vrasje, edhe për mos kallëzim krimi. Për zotin nuk atentova të vrisja asnjëri, nuk kisha armë. E vetmja gjë që pash kishte një kuzhinë, e vajta të futesha. Me pak fjalë heca te kuzhina.
nese, ti Sami, a je akoma këtu ja? Se unë me ty nuk kam fol shumë me Sami, po. Sot kur vizitova dajen e Sami, vizitova dajen tim edhe takova dajen e takova dhe Klevion. Unë me Klevion i vam dorën njëri tjetrit për sharjet e për çdo gjë. Edhe ty e Sami, si kur kisha qef të flisja pak. Të vërtet në kisha qef t'ipja ve ty dorën për këto sharje, këto gjëra, po.